Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët njëherë tek Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot e kemi një të ftuar shumë interesant, pra një shkrimtar ndër vite, ndoshta edhe shumë i shquar, pra Fehmi Pirevën, i cili së fundmi ka lansuar librin e tij të fundit, Kënga dhe krimi. Zotri Fehmi, përshëndetje. Mirë se ardhët në studio. Përshëndetje juve, faleminderit për ftesën. Faleminderit të ju që keni ardhur, na keni nderuar me prezencën tuaj këto. Faleminderit, kënaqësia ime. Atë fillojmë mas pari pak me na tregu pak ma shumë rreth librit tuaj. Si ka qenë ai frymëzimi, si keni fillu, si ju ka ardhur ideja? Mendoni për librin e fundit? Po, për librin e fundit, pastaj mundemi edhe me fol për fillimet në përgjithësi. Po, është vërtet në 5 mars të vitit 2024, isha zyrtarisht në Tiranë, nga Kuvendi i Kosovës në Kuvendin e Shqipërisë, dhe disa herë paraprakisht kam ndarë disa takime me shkrimtarin e shquar Ismail Kadaren, që mund të them se kam përfituar nga këshillat, përvoja, disa vërejtje, kritike dhe udhëzime në rrugën e krimtarisë letrare. Dhe e di atë ditë ma shtrej një pyetje se do që ishte i lodhur me shëndet, se më kam mbetur në si pikë që nuk kam pasur mundësi dhe shëndet e jetë ta shkruaj një libër për familjen e Jasharit, për epokën e Jasharëve. Dhe në një farë mënyre ishte një farë këshille indirekte, mund të quaj, se nëse më nënshkruash në njëherë, është mirë që të zbardhet epoka e Jasharëve, sepse romanet sa dijone ose janë të pakta ose nuk ekzistojnë fare, është shkruar diçka nga historia e studiosit, por letërsia hiç vjershat një numër të poezive, ka mbetur proza nuk e ka prekur shumë këtë epokë e cila na bën krenar, sidomos si shqiptar, në luftën e fundit për çlirim. Dhe andaj unë me dëshirën dhe pasionin më të madh ju futa kësaj rruge dikon rreth 8-9 muaj ditë nga kjo studio kur po flasim. Kam punuar gjatë në mbledhjen e informacioneve, krahasimin e informatave, sepse më duheshin në një farë mënyrë një kornizë ose shenja historike të ngjarjeve të atij procesi që ka ndodhur, që të mund ta ndërtoj brumin, lëndën për një roman siç është Kënga dhe krimi, që i takon fat letërsisë dhe bën përpjekje të zbardhë disa realitete, pa kriju mite, legjenda, po pak a shumë në mënyrë artistike për t'i dhënë peshë ngjarjes për cilën është e njohur dhe nuk është shumë e largët prej nesh. Patjetër, po pse edhe kjo ka qenë njëra prej vështirësive më të mëdha, renditja e fakteve, krahasime, kjo që i përmendet, edhe po ashtu pas ka qenë një kohë e gjatë, mujorshë që me siguru për me përfundu librin mas mirëte. Po, është vërtet, idenë e kam bërë prakisht me vite, dhe i kam bërë përpjekje të ndërtoj një koncept, një sinops, që t'i kem disa shtylla bazë, se çka duhet ketë një roman që ta përfshi në aspektin letrar artistik, këtë epokë dhe ta bëjë më të ndriçuar, të jap rol pesh atyne njerëzve për cilët kanë vdekur për liri, që është një prej akteve të rralla, nëse mund të themi, në përmasa planetare, i pakrahasueshëm me ndonjë akt tjetër deri më sot. Dhe në këtë drejtim kam bërë përpjekje të shfletoj edhe informacione dhe të kërkoj detaje pak a shumë, po them disa dosje që janë publike edhe prej institucioneve të shtetit serb, që janë marrë kryesisht me
operacionet të asaj kohë ose me sajimin aty në operacione ku kemi pas një ndërthurje të shumë segmenteve shtetërore duke përfshirë presidentin e shtetit sërb, Slobodan Milošević, ministrin e punëve të brendshme, ku ka qenë implikuar edhe shërbimi inteligjent, që ne sot i quajmë bija i themi, ku është marrë seriozisht kjo çështje dhe në një farë mënyre shqetësimi për një rezistencë paraprakisht, sepse ne kemi dy zbrapsje të sulmeve të policisë dhe ushtrisë sërbe deri në vitin para vitin 1998, por në rastin e tretë, këmbgulja e pushtetit sërb është që familja Jashari pavarësisht asaj përmasës tragjike të numrit njerëzve grave, fëmijëve të pafajshëm, duhet të kryhet si operacion dhe të mos ketë mëshirë fare për asë ndonjë individ i cili gjendet në ato momente nga 5 marsi brenda kullave të Jasharëve. Dhe unë e kam bërë një ballafaqim dhe titulli i këtij romani është pak a shumë metaforik. Kënga në farë mënyre është simbol i lirisë, i artit, i fuqisë njerëzore për të ngritur gjithmonë mbi diçka të keqe. Është një forcë e brendshme njerëzore, një kombi për të përballuar një tragjedi, një pushtim i cili ka qenë i hekur në për ato periudha që kemi kaluar, dhe në këtë drejtim mua më ka prekur edhe kënga e kënduar prej vetë Hamz Jasharit, e cila quhet Për Mamdheon, dhe ka vdekur duke luftuar me armë në dorë deri në çastet e fundit të jetës, duke kënduar këtë këngë. Këtë këngë për ta kënduar për t'i dhënë zemër, guxim të gjithë atyre ngujurave, grave, fëmijëve, aty në trimave, burrave që kanë qenë në vijën e parë të frontit, dhe kjo pak a shumë më ka bërë përshtypje që unë t'i marrë dy ballafaqime brenda artit, këngën si kërkesë për liri, për shërim nga diçka e keqe, si mbijetesë, dhe krimi që gjithmonë që është ana e errët, edhe në artin dhe letërsi dhe në fushat tjera që merren me artin, si një ballafaqim i këngës dhe i krimit, ku kënga mbi gjitha del fituese me mbarimin e kësaj lufte me të cilën e sot e gëzojmë edhe lirinë. Patjetër, unë bashkë një pyetje ime kështu edhe në vetë që e bëjsha, ky titull edhe i thjesht, po aq interesant, një simbolik që për ne shqiptarët është lufta e fundit tek ne, është diçka që na ka prek secilin, ose jo domosdoshmërisht në familje, po për shembull edhe kur e den që një shqiptar tjetër i ka ndodhur diçka e keqe, atëherë e kemi një pikë empatie, diçka që na bën mundi kaq me pas keqardhje për ta. Është e vërtet, për mu ka qenë zbërthimi enigmës, ka qenë vendimarrja e misionarëve ose këtyne burrave për të qëndruar në mbrojtje të pragut shtëpisë. E kam pasur të vështirë ta detajzoj shumë mënyrë ma konkrete sa ka qenë vendim i rastit, kur ata kanë qenë ngujuar brenda kullav, apo ky ka qenë një vendim paraprak që ka paraprik kësaj ngjarje. Duke rrugtuar me informacionet me Londën, unë asnjëherë nuk kam gjetur ndonjë dosje, ndonjë informacion ose ndonjë të dhënë se ka pasur të ndim të komandant Adem Jasharit, të Hamz Jasharit, të mësuesit Shaban, që luftën ta bëjnë jashtë pragut, shtëpisë, siç është bërë lufta historikisht në Përmale. Dhe në një monolog që është përfshirë i Adem Jasharit, që është
monolog në emën të kombit, ose kur zëri i kombit për vetë-vetën, që kam thonë në mënyrë shumë metaforike, është një ngërthim mes anës psikologjike dhe filozofike të historisë e luftra pararandëse deri te rënja e Asharajve. Kemi pasur lloj-lloj rezistencash paraprakisht, luftën e Shamanpolluzhës në përmale, luftën e Azembetit si një luftë e kaçakëve. Por mënyra se si ka zgjedhur të luftojnë Asharajt këtë rast, dallon prej çdo mënyre dhe çdo lloj lufte paraprakisht që e njohim ne në histori. Ata nuk zgjedhin mënyrën që ballafaqimit në male, po në shtëpi, në mbrojtje të pragut të shtëpisë. Simbolika e mbrojtjes së pragut të shtëpisë është simbolike e mbrojtjes së pragut të dheut. Ky është kuptimësia e mesazhit që nxjerrin Asharët dhe ngujohen dhe bëjnë rezistencë nga data 5 deri me datën 7 mars, kur përfundon gjithçka dhe vdesin shumë burra, gra, viktima që i kemi të njohur. Në këtë ndërlidhje që është e logjikshme se kur bie pragu i dheut, bjen pragu i lirisë. Kur bie pragu i lirisë, cënohet pragu i shtëpisë, cënohet nderi i familjes. Dhe në këtë rast ka ndodhur tash një mrekulli në kuptimin e një sakrificë, kuptohet, mbrojtja e pragut të shtëpisë ka shkuar në zgjerim të mbrojtjes së shumë pragjeve të shtëpive tona deri te çlirimi i vendit dhe vendosja aty në sinarve, si mund ta quajmë, mbrojtjen e pragut të dheut dhe kthimin e lirisë si diçka e domosdoshme për të funksionuar në trojet që jetojnë shqiptarët në Kosovën e tjerë. Dhe këtë enigmë e kam zbërthyer vendimarrja e Adem Jasharit, meqense reaksionet e politikë serbe dhe shërbimeve me institucione të tjera është menduar se me shfarosjen e familjes Jashari do të shuhet rezistenca shqiptarëve, rezistenca ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Dhe ky ka qenë, mendoj, qëllimi kryesor, por ka ndodhur kundërta, pas rënies së Jasharëve, shpërthimi i atyre reaksioneve të mbrëmshme, organizimeve, njësive të UÇK-s, vetëm sa është rritur dhe çdo pllomb e Kosovës është të mbuluar me njësi të organizuar dhe me një rezistencë as sa ne i kemi pas kapacitetet si Kosovë dhe kuptohet me bashkërendim dhe të faktorëve ndërkombëtar arritëm çlirohemi dhe kjo është një mrekulli që i ka ndodhur Kosovës për herë të parë në historinë e saj. Po fokusohemi tek shkrimi i librit, cili ka qenë ai momenti më emocional që keni pas nështë gjatë shkrimit? Po mund të përmend 2-3 raste. Rasti i parë ka të bëjë me shkurjen e Adem Jasharit në Shqipëri, ka qenë kuadër të grupit të dytë për të përgatitur në Surel, një qendër ushtarake në Shqipëri, dhe ka qenë një prej, për i referohen atë disa pjesëmarrësve që kanë qenë bashkë me të dhe sot janë gjallë. Adem Jashari ka treguar një aftësi të jashtëzakonshme të përdorimit të armëve dhe artit ushtarak. Dhe gjatë kthimit, një kolonel shqiptar, kolonel Miqi, që e kom përmend dikun, e din që e ka të vështirë me paramenduar se atë burr, atë trim përgatitur për luftë do të takoj edhe një herë së gjalli. Ka qenë një moment emocionues, por që është moment edhe i dokumentuar prej njerëzve tjerë. Momenti tjetër, mendoj se ka qenë vdekja ose përfundimi i rezistencës jashare me rënien e Hamzës dhe komandant Adem Jasharit, vrasja e kushtrimit, djalit Ademit, i cili mbijeton pas vdekjes së shumë anëtarëve.
dhe në një moshë 13 vjeçare merr një armë dhe mundohet ta mbrojë besartën e mbjetura e vetme e kësaj masakre. Në këtë drejtim, kushtrimi sa do të tregohet trim dhe vendosën për shkak të prezencës të madhe të policisë dhe ushtrisë serbe vritet, ndërsa besarta bën një farin skenimi, shtrihet mes të vdekurve dhe trupave, por gjatë kontrollit të hyrjes brenda të ushtarëve, policëve, besarta identifikohet si person i gjallë dhe është dëshmitarja dhe dëshmia më e fuqishme, e cila mua më ka lënduar emocionalisht në kuptimin si ngjarje, si ndodhi, dhe ajo përkundër një moshe shumë të re arrin ta marrë veten të përballoj gjithat akt tragjik me përmasa shumë të mëdha dhe të kthehet në jetës normale, dhe sot ne e kemi një dëshmitare të gjallë të asaj masakre që unë sado që i kam disa elemente në brenda romanit si dëshmi e historisë, e kam letrarizuar dhe më ka ardhur vështirë me e përmbyll për shkak ndoshta një ndjeshmërie emocionale si krijues. Po, ndoshta keni pasur një lidhje me librin s'keni dashur me përfundu. Gjithmonë duke rujt pak një farë barometrin, mos ndjeshmëria tepër emocionale e dëmton nga njëherë edhe onën artistike dhe prezentimin e drejtë asaj ngjarje që ka ndodhur. Po, pra edhe ta shkrimi romaneve, po e don një farë stilit vetë, e ka një farë marifetit që thonë. Është e vërtetë. A është vështirë, a ka qenë vështirë me përfshit tash edhe shkaku i temës, është pak më e ndjeshme, pak më e vështirë me realizu të përmendet edhe faktet, a ka qenë tash përmbajtja pak më artistike, po e përfshime me fakte, do me thonë 100% sakta. Si u realizu bashkë ky mix? Nuk ka qenë as pak e lehtë. Unë e kam takuar një mjektimin që ka qenë pjesë e grupit dytë me Adem Jasharin, për të cilën se kom ditë kur që ka qenë në ushtrime, për shkak se njeriu është modest, është një adhetar i mirë, që nuk ka dëshirë shumë me i shpalos veprat e veta, dhe më ka ndihmuar sidomos se në përshkruarjen, profilizimin e karakterit të Adem Jasharit gjatë atyne ditëve sa ka qenë bashkarisht në qendrën e Surelit në përgatitje ushtarake. Dhe patë ndoshta do dilte maj cekt edhe libri, edhe pjesë artistike nuk do ta kishte këtë që ka ky libër sot. Dhe unë e kam bërë një parahyrje bukur të mirë, duke u ndërlidh me një monolog të Adem Jasharit, ku brenda atij monologu e bën një rikthim nga kaluara historike deri te nevoja për marrjen e një vendime të tillë çfarë është marrë, që ta mbroj pragën e shtëpisë, pra pragën e dheut, siç e thash më herët, dhe kjo më ka ndihmuar që të bëj një farë shtjellimi artistik të ngjarje dhe të ruaj një farë mënyre një kronologji të krejt asaj ecurie duke mos bërë kapërcime dhe për t'i shkputur ndërlidhjet. Në këtë drejtim, megjithatë sa do janë sakta ose të pasakta, i mbeten në historisë disa fakte, sepse ne kemi pasur edhe element shqiptar që i kanë bë krah një farë mënyre pushtetit serb, dhe ndoshta një ditë nuk jam unaj me kompetencë që mund të flas kush dhe tek, po që i kanë kontribuar përgjimit, përcjelljes së familjes dhe në një farë mënyre unë e kam ndërlidh ndër kapituj dhe të një dëshmitar që në fund të fundit
kur ndërgjegjësohet e kupton misionin e tradhtisë ndaj familjes jashare, ndaj vendit të tij, dhe kjo nuk është ngjarje vërtet, pjesërisht mund të them, bën vetvrasje gjatë kthimit në shtëpi, sepse nuk ka qenë gjendje të mbledhë informacionet për të cilat ka qenë e interesuar shërbimi sekret i BIA-s që t'i ketë për disa javë para fillimit të operacionit. Një akt tjetër që bën shumë dramatike ngjarjet në këtë roman është fabrika e gjuetisë në Skënderaj. Ajo fabriku ka punu vetë Hamz Jashari si komercialist, dhe ka qenë një punëtor i mirë. Është konkthyer në një bazë policore ushtarake serbe, që në vija ajrore ata që kanë qenë pak e ndonë me kullat e Jashare, dhe është një pozicion të papërshtatshëm që gjithmonë familja Jashare nga pirgu i asaj fabrike është mbajtur për 24 orë nën veshgim. Çdo tingull, çdo lëvizje, çdo ardhje musafirëve, do të thonë gjithçka çka ka lëviz rreth asaj shtëpie, pavarësisht ta kanë qenë musafirë, të njohur atë pa njohur, do të thonë ata kanë qenë të vëzhguar vazhdimisht, janë mbajtur shënime, regjistra, konsulte në nivel ushtarak, në nivel të policisë, dhe kjo në një farë mënyrë çuditërisht mua më habita e fakt se përballë nuk e kemi një familje, po sikur ta kemi një shtet me një shtet. Gjithë ato përgatitjet në regjimin serb, me ushtri, polici, me shërbime sekrete, kjo po t'i vijë përballë një shteti do t'ishte e tepërt, jo një familje ngujuar me një familje të vetme. Me një familje të vetme. Dhe kjo bën atë akt të shumë heroik të pashembull që unë kam thonë edhe diku, gjatë vizitës Kushner që i bën kompleksit memorial, dhe sigurisht që ndjen keqardhje për tragedinë që ka ndodhur, e thot publikisht se po të ekzistonte çmimi Nobel për lirinë, këtë do ta meritonte familja Jashare. Ju personalisht, si e përjetoni pra këtë kontribut të familjes? Unë nuk kam qenë vijat para të luftës në zonën operative të Llapit. Kam qenë pjesë disa hallkave ndihmuese të luftës. Kam qenë me familje thujse gjithë kohën në Kosovë. E kam përjetu luftën si proces Iran. Kam parë, ashtu që kam parë shumë tjerë, të plagosur, të vrarë, njerëz me shpirt të madh, mos them tash heroik, që në kushtet vështira, në një raport pa barabartë tepër të forcave, unë veç e kisha një ndjenë ka herë para se me shkruaj romanin, se si është zhvilluar e luftë, se heroizmin dhe përmasin heroike të kësaj lufte që ka ndodhur në Kosovë, dhe mbi gjitha mendoj ose propozoj, po kjo do të mbetet në përgjegjësi të institucioneve shtetërore, ka nevojë që Kosova ta ketë realizuar një film për familjen Jashare, për komandantin Adem Jashari, nëse s'ka fillu diçka, s'ka ndonjë informacion, s'paku ka qenë mirë të fillohet. Nuk po them të merret kryesisht tash jam pjesë e studios pikërisht libri im, po në qoftë se provokon kinematografin shqiptare, mund t'jetë në shërbim të saj për një film të ardhshëm që Kosova t'ja jap peshën jo familjes, po dhe lirisë së saj, e që da është, dhe fatura saj është paguar shumë lartë. Sidomos kjo lloj letërsisë është
shpuna që do të me shkru sa ma shumë kësi lloj librash, mi ja pas fokus, dhe më thonë të kalumës që dhe mës me haru edhe mi ja dit nashta edhe liris mi ja dit atë lezetin që gjithë mi muajt men sanet, po ashtu sakrificat e shumë familjeve si familja e Jasharaj, po edhe mi ja dit pra... Unë i kam disa vrejtë që i përkasin të kalurës e jenë të njëjtit kontekst historik kohor. Okay. Ne nuk shkruajmë shumë, si shkruajnë Sërbë, Slavët, bojnë regjistra, bojnë monografi, shkruajnë biografi, bojnë CV për njerëzit, për ngjarjet, për shumë çka. Ne jemi pak më të kufizuar ose në një farë mënyrë nuk jemi duke ju qasur sot me peshen cilën e kanë disa ngjarje me atë përgjegjësinë për peshen e ngjarje, duhet të thëmë që të zbardhen dhe të kemi një ndërlidhje të kujtesave në mes brezave dhe historia të mos ketë shkputje, po ta ketë një kontinuitet të zhvillimit saj, që brezat e ri ta din se ku kemi qenë ne dikur, dhe ku ata janë sot, dhe ku do t'jenë nesër. Dhe po mos të shkruen gjëra, dhe mos të vijen letër. Dhe po mos të kemi kujtes të shkruar historike, pa dëshim që këto zvetnohen, harrohen dhe mund marrin konotacione dhe kuptime, interpretime, ndoshta edhe jo shumë qëllura në jetarve. Po, pa tjetër. Prandaj kjo lloj letërsisë ka një rol shumë të madh në kombin tonë përgjithësi. Si ka qenë ai reagimi i lexuesve, kritikuesve, ndoshta edhe shoqërisë ju pas se që keni publiku librin? Po, unë sa kam fillu me bon një shpërndarje dhe disa miq që janë ardashje, disa janë njerëz të letra, janë vetë shkrimtarë, dhe nuk po përmend emra, njëri është shkrimtar që njihemi ka herë poshtë në moshë ma larg se unë, po që ka një përvojë të mirë, ma jap një kompliment se është një kryeve për letërsisë, po që unë nuk po rezervona me u pajtu krejt, sepse po, pra ju shumë modest. Ndoshta janë ato rregullat e modestisë që edhe kur ka diçka, ndonjë mrekulli që t'jem pak më të përmbajtur, se duhet i dhom hapësirë edhe të flasin edhe të tjerë, unë më i kënaqur jam të marr edhe ndonjë sugjerim, kritik, e cila na ndihmon në punën dhe projektet më të tjeshme, me qenë se ka qenë sfidues për mua shkruarja e këtij romani, përpos asaj që është dashur një guxim i madh, po guximi nuk e mbulon gjithmonë talentin e krijuesit, sepse ne mund të jemi të guximshëm, po s'do të thotë që dim të shkruajmë. Tash kërkohet një farë ndërlidhje mes asaj që të jesh i guximshëm edhe ta kesh një talent, një formim si krijues, shkrimtar, po pretendojnë bazë disa lexuesve që kanë përvojë edhe me shkrimin, janë disa komplimente të para që më bojnë pak a shumë mundi mirë, e tjerat po i presë ditëve tashme se si do të rrjedhin dhe çfarë do të thonë. Mu më një përshtypje ju edhe keni mendu edhe vazhdimin pra edhe me kriju dhe ndonjë film për mi portretizu këto... Unë mendova dhe tjetë kjo për kësaj studio një propozim. Nuk do të thotë që pa tjetër... Do më thonë ju e një hapur me këtë ide? Unë jam i hapur me bashkëpunu dhe me kinematografin, me Ministrinë e Kulturës, dhe ndoshta, nëse është e nevojshme, paka shumë si autor brenda asaj ekipe që një ditë, po një hipotetike po flasë, nëse kthehet në një film, që të ndihmoje me disa ide, qëllime, që ta
zbërthejmë dhe ta bëjmë më të kapshme që një film për familjen dhe komandantin Adem Jasharit të del i realizuar artistikisht, pse jo, është ndihmës edhe për kinematografinë, edhe letërsia që kanë një ndërlidhje njëna dhe me tjetrën. Është tash edhe epoka e teknologjisë, besoj gjithë edhe libre po harrohet ndoshta çdo ditë më shumë, edhe ishte është pak një film për me u familiarizu pak çdo njëri me këtë temë. Saktë në pajtome se tash epoka digjitale është bukur sfiduese. Ne nuk jemi pa njohuri në raport me të dhe se çka preka, edhe cilat janë paka shumë fushat e veprimit dhe ndikimit të kësaj digitalizimit. Meqense se në Kosovë ende nuk është kapur mirë ky fenomen edhe ndikimet në fushat për cilat na si letërsia, kinematografia ose fushat tjera. Nuk them ne se nuk mund ta ndalojmë tek e funit epokën digjitale se janë aktorë më të mëdhenj ata që kanë krijuar në tërë botën dhe ne një ditë do të bijmë në vorbën e saj. Po në këtë vorbëll është mirë që na jemi të përgatitur të dimë si të notojmë të ujra, ta bartëm edhe një flamur, sa do të vogël të vlerave tona në mesin e shumë flamujve, po e them në mënyrë metaforike, të kombeve të mëdha që janë të konsoliduara në aspektin kulturor, si Franca, Anglia, Gjermania, që trasojnë projekte të mëdha filmike, kulturore. Dhe në këtë rrafshën e mendoj se ne duhet paka shumë të jemi shumë ma të zgjuar në këtë periudhë, ma bashkëpunues si institucione dhe pa i anashkaluar, nuk them mua, po as shkrimtar tjerë, as artistët, që kultura shqiptare të mos zvetnohet, sepse ekziston ky rrezik që ne të mbulohemi pej vlerave cilat prodhohen çdo ditë, pej kombeve shumë të formuara, të konsoliduara, dhe ne jemi shndërruar gati në lloj konsumator të vlerave të huaja. Për filmin po se po. Ekziston në brenda ditës që janë pak filma ata që mund të shijojmë në gjuhën shqipe ose pej kinematografive si në Prishtinë ose Tiranë. Ndoshta këtu duhet të ekzistojë një ndërlidhje edhe mes letërsisë, po i them letërsie unike, Kosovë, Shqipëri dhe kinematografisë, që bashkarisht mund të bëjnë pak më shumë projekte shumë më serioze. Jo si shkrimtar, cilat janë ato vështirësitë dhe ndoshta ato pikat më tërheqëse në këtë profesion? Në rrugtimin tim, po e them, po bëj publikën, ndoshta për herë të parë, artistët jonë, po shumë për atyre që unë njihem me ta, i përcjellin vështirësitë financiare. Botimi i librit, që kalon në për disa procedura, redaktura, lekturimi, dizajni, do një recenzent, njeri me përvojë, dhe më ka një koste që për gjepin e një njeriu që varet prej një pagë në institucionet Republikës Kosovës e ka të vështirë të jetë në trend me punën si shkrimtare, edhe me temat aktuale. Unë nuk e di që dikush nga institucionet, edhe pse njerë kam provu me bo një kërkesë, më kanë ndihmu financiarisht me butu në një libër. Nuk e thëmë për veti si problem se kam një rreth miqve të shokëve që më kuptojnë dhe qëndrojnë në pozicionet mira dhe ndihmojnë vazhdimisht në botimin e libra. Problemin edhe halin e kam të ata djemë të ri, vajza të reja që kanë talente dhe i kanë këto vështërsi dhe institucionet për kulturë, duke filluar prej drejtorive nivel komunal, duhet të identifikojnë talentet
e gjitha fushave, kulturës, sportit, që ne ta ngrisim në një rang shumë më të lartë, jo vetëm letërsinë, po kulturën përgjithësi, artin, pikturën, skulpturën, sportin, muzikën, dhe mos të mbetemi na emra që e ndërtojmë një farë mënyre me sakrificat mëdha vetë vetën, pa ndihmën e institucioneve. Dhe institucionet duhet ta kenë këtë konsiderat, këtë përgjegjësi, dhe kanë vërejtjet të institucionet pikërisht tek ndarjet e subvencionet. Shumë herë ndarja e subvencioneve sa drejtësimi bëhet për njerëzit që janë pak a shumë lojal ndaj politikës dhe partive politike, ose që janë pak a shumë të lidhur me këto çarqe. Dhe për mua nga njerë thamë se njerë që i bëjnë qef politikës sot, si në Shqipëri, si në Kosovë, po flasë për artistët, ky lloj arti për mua është art konformist, nuk është art i vërtet, art që i qaset jetës për dishmerisë dhe problemet që i kemi në sot. Patjetër. Desha mos më marr shumë kohë, me fol pak edhe për fillimet e juve si shkrimtar. Pra, cilat kanë qenë ato, çfarë moshe, ku ka qenë ai interesimi për frymëzime, kuriozitete? Po, çdo shkrimtar është të vërtet e ka një farë parahistorie të fillimit të kësaj pune. Nësi vegem është pak. është e vërtet, sikur matematicien, sikur muzicien që kanë një farë deli, mund ta quaj kështu, në moshën 7, mes mosës 7 ose 10 vjeçare, pa ta fillu me shkru, zakonisht fillohet me shkru vjersha, me 2-3 radhë, 3-4 radhë, pastaj duke u trimruare, duke i botuar. Për herë të parë kam pas botu në vitin 1979, atër vjershën e parë që u bon një farë nxitsi që unë mos të alshej këtë rrugë deri sot, ka qenë revista Pionieri, një vjersh që më kujtohet me titull Pse nuk flet lumi, ish një farë imagjinate jeme që lumi lap ka lënë dyhunja 300 metra pranë shtëpisë time. Kemi një natyrë të bukur që ndoshta edhe ajo ka qenë një farë muze prej atij vendit. Dhe babai më çortonte që t'jek dorë prej shkrimit, sepse ndante nga loja, nga fëmijët, nga kjo ka qenë kështu. Dhe e kujtoj një thënie për cilën një titull e kam titulluar po me atë mesazhin e tij, që ka qenë provokativ si prind. Dhe thot biri im ti shumë shkruan libra, vjersha, po shkryen shumë fletore, po harxhan laps, shumë po duhet me të ble. Thot edhe kam frikë që një ditë vdekja jote vjen nga letrat. Ka qenë kjo pak interesant dhe në një moshë pak ma para disa vite, unë e kam botu në roman po me këtë titull, Vdekja nga letrat, që i kom gjetë hapësirë në formë një tregimi të asaj pyetje që po shtoni për fillet e para të shkrimit. Po besoj edhe është momenti edhe mund kujtohet që të kum pas atë problemin, ku të prejmë pak këto gishtat pak të letra, kështu si shpejt, si pajiri është goxha një fardim të e modhe, kështu që mire ka pas babi. Tash, thëmë drejtën, nuk ka qenë letë, as atërë. Bile të thëmë drejtën kështu, ka egzistu një farendi i vlera dhe i kalimit për disa filtra, sa do që ka qenë një sistem socialist, komunista, si ta qushti, po ka pas standarde, nuk ka pas mundësi që në një gazet të botohet gjithçka, vlere pa vlere. Ju kanë nështru disa kriterë, kanë qenë disa emrat njoftën, për shembull, unë e kam njoftur një shkrimtari merë Elshanin, që sot sërgjallë është vra, Ymer Shkrelin, Zenullah Halilin, sa dijune nga Gjilani,
ka vdek, që ka qenë shkrimtari mirë për fëmijë, po që nuk botonin aq me lehtësi. Shkrimet cilat shpaku nuk i kishin plotësuara disa kritera artistike, ka qenë pak më vështirë. Sot është edhe një rrezik e kemi, po e them këtë, nga botimi i shumë libra për njerëzve që ma shumë botojnë të drejtën për më u du kështu në opinion se sa që librat po flas pa të keq. Po. Se sa që kanë vlerë artistike edhe e meritojnë ta kenë një numër të lexuesve dhe të lexojnë. Kjo ka bërë që dëmtohet edhe pjesa e vlerave, sepse tregu është mbi ngarkuar me botime pas botimeve të ndryshme. Dhe nuk di institucionet si do të veprojnë në një të ardhme. Është mirë të ketë një farandi, kritika letrare thuaj se nuk funksionon fare më në Kosovë. Aty këtu ka ndonjë kritik që bën diçka për dikon, po megjithatë dikur ka pas edhe kritik letrare që dikush i ka thonë dikujt me kompetencë se ti djalë romani yt nuk ka ndërlidhje, s'ka strukturë, ka digresione, nuk është i strukturuar mirë, edhe ajo ka ndihmuar sidomos krijues që në fazat e para që të marrin një orientim dur. Sot ajo nuk ekziston. Ndoshta ata që kanë talent pak ma let i afrohen cilësi, standardet, ndërsa njerëz që bëjnë veç sa për sy e faqe, them, nuk do të ishte mirë të humbin kohë dhe të krijojnë diçka që ndoshta nuk rangohet në të vlerat artistike dhe të lexuesit. Po, pa tjetër, pajtohem edhe unë plotësisht. E përmendëm vjershën e parë, që ka shumë interesante, po ashtu edhe vjersha për babajnë, po a mundemi me folë për librin e parë, vëtu e dim që i ke 7 romane, gjithsej edhe më shumë libra, të flasim pak kronologjikisht për këtë këto? Po përpiqna me pak fjalë me i përmbledh gjitha. Librin e parë e kam botu albumi Hënës, është me poezi për fëmijë. Një pjesë e poezive kanë qenë të periudhat më hershme dhe janë ndërlidhur me periudhat e mëdhenshme. Librin e dytë për fëmijë e kam botuar Piktori i qiellit, kështu quhet se ka një larëshi temave që prek botën e imagjinare të fëmijëve, e rrit e ngacmon atë kuriozitetin. A është vështirë me shkru këta libra për fëmijë? Me të vërtetë, mos pasi u bë kjo pyetje, ka krijues e kritik që thonë ma vështirë është me shkru për fëmijë se sa me shkru për të rritur. Të shkrush për fëmijë duhet të zbretësh sado që ti je me një moshë tjetër, të moshat e tyre dhe në një farë mënyre të bësh vetë ai fëmija sikur ti e ai, që ta kuptosh një lojë, një ëndër ti në shkollë, në kopsht, një dëshirë ti për profesionin, dhe ti duhet të lëshohesh deri aty, për posa asaj që kërkohet mjeshtri, kuptohet artistike, thurja dhe ato që i ka, sidomos si trajton si probleme kritike lektorë, si strukturë. Pas këtij romani, unë e kam botuar librin e tretë për fëmijë, libri me shije çokollate. Është ndërsu për libra më të mirë, se mos po më takon me si autor, me thonë, po e ka bo një Po besoj që kur krejtojnë edhe pak vetën, veç me tregu të vërtetën, s'është kur gjo. Jo, unë po flas pak tjerë, se për ndryshe për vetën nuk është shumë e ndershme, sinqert, folet shumë.
por një Violeta Si shpeshon edhe Almusa puna shihet. është shkrimtare nga Shqipëria, që është një jemin i dalluar në letra shqipe, e ka bërë një parathonje dhe e ka çmuar lart si libër për fëmijë, libri me shije çokoladë. Në vitin 2019 pata ndani takim me Ismail Kadarin në Qerret dhe aty pata marrë disa instruksione që nga poezia të kaloj të proza dhe kam botuar disa romane. Romani i parë ka qenë Prerja e Afrikës, pastaj kam botuar Në punë si kuvendit, ku punojnë kuvend Kosovës, një roman që më kanë nxjerrë të lashe me pushtetin, tash po them kushtimisht. E kam kritikuar familjarizmin, nepotizmin, fenomenet negative. Cilat kanë qenë ato të lashe? Nashta ju kanë kritikuar njerëzit? Kanë qenë presionet prej rangjeve më të larta të administratës. Unë nuk kam hezituar me dalë edhe para media. Ai roman është shit mbrana një muaj dite në punë si kuvendit, që ka bo përshtypje. E kam ribotuar me gjas, dikon gjinje prak disa kopje, dikon librari Dugazini. Kam kalu edhe në disa romane tjera, ma vonë Vdekja nga letra, që e thash paraprakisht. Një roman e kam botuar me një temë hiq më të lehtë se sa romani që e kem para vetës, Kënga dhe krimi, është Ura mbi Ibër, që e kam zbërthy konfliktin mes etnive shqiptare-serb. Ura është vetëm një simbolik ndër lidhjet, komunikimi dhe ekskomunikimi dy komuniteteve ndër periudha. A ka qenë e vështirë me trajtua temë? Ka qenë vështirë me trajtua. Nashta dhe tema o mbrellë, kështu ma e gjonë, pa vështirë me... Ka qenë vështirë me trajtua, për arsye se ka një kompleksitet të ngjarjeve dhe një natyrë bukur, po ta them kështu, të ndjeshme, dhe tash si autor shqiptar kam bërë përpjekje të mos jem anus në trajtimin e problemit shqiptaro-serb. Që ta trajtoj në mënyrë shumë ma objektivisht, ashtu si është gjendja, dhe t'jap një farë mesazhi brenda atij romani për një afri ty në komunitete. Ajo që më ka bëhet kujtesë, nëse më lejohet, nga ky roman i Ura mbi Ibër, e kam vizituar drejtorin për kulturë të komunës së Mitrovicës. Ka qenë një shembull i mirë ku në muret asaj zyre unë i kam gjetur pikturat e nxënësve të shkollave serb dhe shqiptar, se si e shohin qytetin. Ka qenë një lloj projekti që është bërë me nxënësit e dy grupe, dhe t'jeni të bindëm ato moshat që ma të vegjel, deri disa moshat tash ma të rritën, nuk e shohin qytetin e ndarë të Mitrovicës, e shohin të bashkuar me infrastrukturë, me shkolla, me... Ajo ka qenë një befasi, por problemet kur vim të moshat ma të rritën, zakonisht politika herë pastron e herë infekton në këto grupe. Tash po besoj është kriju një farë realiteti ma i mirë se si ka qenë përpara. Ndoshta ne duhet t'jemi, me qenë se jemi shumit shqiptarë, të kemi një qasje ma afruese ndaj këtij komuniteti, gjejmë rrugë të bashkëpunimit në një farë mënyre, të krijojmë një farë racionaliteti të zgjidhjes së problemeve bashkërisht, që të ketë një farë paqe, një farë qetësie edhe në ato pjesë të ku jeton komuniteti serb. Unë e kam shkruar edhe atë roman jo i lehtë, bukur sfidues. Sa kohë ju ka marrë? Po dikon rreth një viti. Komuna Mitrovicës, për çka falenderoj, ka bërë një përgatitje thuajse të promovimit të këtij romani me iniciativë drejtorisë për kulturë. E kam mbështet çdo aktivitet shpenzim dhe
ka qenë pjesëmarrës disa mediume që kanë përcjellë si aktivitet dhe kemi kalu mirë, me çka e falenderoj edhe për mundësinë që e kemi dhënë atij romane. Si mesazh për fund, çfarë kishte thonë lexuesve tu, çka keni në plan pas këtij romane? Po, zakonisht për shkrimtarëve pritet gjithçka në çdo kohë. Kështu është ajo, ndërtimi i jetës, çështja e tyre. Jam duke e projektuar një roman me e pa shqiptarin në mes dy epokave, komunizmit dhe demokracisë. Pra gjithmonë tema matrona. Tema matrona. Nuk po e shpalos, kam fillu diçka me punue. Nuk di titulli, pak a shumë e kam qujt njeriu me dy koka. Pra këto metaforat po ju ndjekun gjithmonë. Me qenë se njeriu ka një kokë, e ka shumë mendime, por e njëjta kokë si ka mendu dikur në një epokë të komunizmit, gjithat ai lëmsh i ideve, koncepte, refleksione, ndikime, presione, ndjeshmërive, argumentimit, faktimit, dhe pjesa tjetër pas rënies së komunizmit në epokën e demokracisë, kur thyet sistemi dhe thyet sistemi i vlerave në farë mënyre. Dhe refleksionet në trunin e tij, po me një mendim, me një kokë tjetër, kjo është një metaforë, se demokracia nuk është krejt kopsht me lule, nuk sjell veç të mira, duhet me ditë. Ne dikur kemi qenë ma pak të prekun me substancat narkotike, me çka po diju në si gjenerata, tash jemi në luftë me këtë punë. Po, brezi i ri ka shumë problematika. Kodi paka shumë edhe pse ma i ngurtë moral, ne kemi tash probleme në këtë drejtim. Kemi edhe probleme mes gjenerata 30 vjetra në ndërtimin e një komunikimi pak më racional edhe zoglimit të atij keqkuptimit mes brezit, 30 brezit vjetër, ta quajmë. Kemi këto janë probleme që inkorporohen mbrana shoqënisë dhe reflektojnë në sistem. Për këtë arsye po e shpalos këto. Sepse kur shoqëria krijon stabilitet, edhe shteti ndihet edhe institucionet më mirë, se kanë probleme më pak. Dhe gjithmonë institucionet nuk duhet vrapojnë me sanksionu me ligj, por ata duhet ndërtojnë kushte, shoqëri dhe nivel të vetdijes, edukat, respektim normave morale, ligjore, dhe shteti do të kishte më pak punë, si që kemë Zvicrën, që marrën shpesh si shembull të funksionimit mirë si sistem, po shpresoj që ajo është edhe poenta e romanit që në ardhje, në këtë drejtim unë ma shumë shoh tema që trajtohen ekskluzivisht mbrëmje, mbulohen televizionet me politikë ose me analiza politike, se sa me që preken probleme drejt për drejt të strukturës së kësaj shoqënie, të smundjeve, të shumë problemeve që na kanë kthy në smundje në një farë mënyre, se pa u shëruar shoqëria me ndihmën e shtetit, shoqërisë civile, gjithë aktorëve, ne vetëm do ta mbajmë derën e gjykatas gjithmonë hapur, po kemi problem me zvoglue numrin e veprave penale të delikuentëve e tjere. Ndoshta edhe kemi këtë problemin që nuk po i shkojmë deri në fund në problemet, po fokusu tamam. Ndoshta edhe peshohet në çdo debate politike, është kjo faqësje kështu. Është e vërtet, unë veç po e përmendi se tash pak a shumë intervista që po zhvillohet të i takon fat kulturës, shkrimtarët e kanë atë pavarësi pse jo nga njëherë dhe të qërtojnë për problemet e shoqërisë, si intelektual e ndihin obligim se takojnë këtij vendi, marrin frymë këtë vend,
shkrimtarët gjithmonë morale dhe intelektuale. Po. Edhe shumë herë Kadareja thot dikun të disa shkrime ti, disa broshura që shkruan se emisionet për kulturë shpesh i gjeni dikun pas orës 2 mesnatës gjithon hapsin. E pjesa para ditës dhe pas ditës mbushet me analist politik, me programe tjera. Unë mendoj se edhe televizionet, unë e di që jetot nga marketingu, tash mos të hymë në një duhet t'ja për ma shumë fokus, pra... Po edhe institucionet duhet bojnë ma shumë si të kenë një farë ndërlidhje edhe me djumet, pse jo, që temat për cilat na i kemi si branga shoqërore, të përgjithshme, edhe që janë të shumta, ato duhet të identifikohen dhe përmes gazetarëve hulumtues të nxirren për shqyrtim rregullisht nëpër mediume, dhe aty të kemi edhe njerëz se të thirrën me kompetencë, qofshin ata të gjyqësorit, qofshin ata të ligjit, qofshin psikolog ose sociolog ose ekonomist, që ta nxirrim nga fundi, si themi, atij pusit, atë materje e cila na ka mbetur e fjetur dhe pak merremi me trajtimin e këtyre problemeve. Atëherë, zotri Femi, faleminderit shumë që kjo në studio dhe na ke tregu, besoj, na ke emocionu krejtve, edhe na ke shpalus kitë mesazhin e çdo libri, besoj, edhe na ke arktu pak me disa... Unë ju falenderoj për ftesën, vlerësoj spaku prej perceptimit për cilëve që po bëni një punë të mirë si televizion. Mendoj se është e nevojshme po i kthehem guximit, mos hezitoni që trajtoni edhe temat ndjeshme, sepse edhe televizionet afirmohen edhe ndihmojnë shoqëri që të lirohen prej shumë probleme, spaku të bëhen ditura për institucionet dhe për gjithë shoqërinë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Atëherë dashur shikues, faleminderit që ishit me ne sot në Dita me ne si gjithmonë në DTV Media. Besoj ishte tema aq interesante edhe pak emocionale me zotrin Femi, një shkrimtar aq dalluar me shumë vepra, po edhe shumë emocione të shpalosura pikërisht në këtë emision. Mos harroni të riktheheni përsëri nesër në ora 5 dhe të na ndiqni në rrjetet tona sociale në DTV Media. Faleminderit shumë, mirupafshim.